Që të bisedoj ti ku ti s'ke shkollë muzikës. Fjolla, ne jepi shpirt edhe zemër. Me ty që se me debatua? Me që se se me debatu me ty? Një shkollë melodike pre A. O, nuk është shënimi kush ka di në muzikë. Fjolla. Shka po dënë te unë e hazëri, po i kongë, edhe i knaj, edhe i qes hite, o vlo, qa po dë ti? Qa po dë ti? Regullë. Fjolla, do pysh diçka. Dë me ja të regu gjëra që kom bisedu të mira. Që shka folti? Që shfar ma vete folti, a pishen? Që shfar ma vete folti? Fjolla, do pysh diçka. Qika qkiti ka që keq? Drejtë sa të goja. I Gerta, a ke mos një sekund? Një sekund. A disa mija. I Gerta, që më të me Kërsenci aty, o lapë, se kërse mua beti personal në afton dhe edhe këthem personal, është gabim nga jote. Fjollës ne duhet ja bëjmë pyetjen pse Fjolla nuk bashkohet me ne të bashkëbisedojmë kur e ftojmë. Kur më keni ftu jo mu bre? Ne erë ty. Djetë lavanderia. Mos ma lujti mu lojë. Djetë lavanderia ape derën nga Fjolla hajde. O Alba, me mu nuk bani lojt lëndë. Ja, do të them diçka. Me mu e ki debatin me jep zemër, me jep shpirt, edhe mu kanë realiste. Jo debat për jashtë për popullat. Fjolla, Fjolla je gabim. Fjolla je gabim. Je gabim, Fjolla. Fjolla, a do flasim pak. A do flasim pak shirë. Nuk shitën të one. A do flasim pak si njerëz. A do flasim pak si njerëz të dyja. Edhe u kry. Fjolla, a mund bashkëbisedojmë pak me zemër? Kur t'jep shpirt edhe zemër debat. A mund bashkëbisedojmë si me zemër pak? Kur t'jep shpirt edhe realiste je. Që atër bën debate me mua. A do bashkëbisedojmë pak me zemër? Me mu që atër bën debate. Pse mbërtet Fjolla? Fjolla, pse mbërtet gjithmonë? Edhe u kry, nuk ka. Fjolla, ti gjithmonë mbërtet. O esh më lem te Fjolla, të lutem, a mund bashkëbisedojmë pak të dyja? Debatet ljotë ati po më ka zëmu. Hajde tash pra. Hajde tash pra. Po hajde. Fjolla. Cili debati është e jo t'i mirë, hajde. O, Labi, hajde. mos e ngacmo. Kush për ngacmo? Ta bëjmë pyetjen me vend, Fjolla, me zemër. Mënyrë nëse jetë ti i meqëm, pi amon vetit që je i meqëm. I fort, a pi thu vetit i fort? I meqës jam. I meqëm i fort. Ti a pi thu e meqëm e fort? Po. A pi thu? Po. Lëndet, shqete debatin, bëre debatin të bukur, që mu qudit edhe këto njerëzit edhe jashtë. Hajde pa të rëgoti. Tani të lutem, a mund bashkëbisedojmë pak me zemër? Po s'pe bëni jo, qysh me bëne? Tash hajde me presëm kur me bëjon, bro. Të lutem, a mundet pak me qetsu zëra, edhe bashkëbisedojmë me zemër? Nuk kam qetsu, unë e fuli vetë me të madhe. Ti nuk mund është me mu debat lëdh me bëhe. Po debati lodh është mesazhet nga jeta, mesazhet e vërteta, zemër, shpirt kur jep. E vërtet. Po këta i kemi bërë në lavanderi. Kena çdo shqiptar kena edukat, kena i lojna anti bujna këto sene. Jo larje. Nëse te këto sene. Ja ato sene onash. Debatet mira që jep shpirtin e zemrës. O ti nuk përfshihesh. Qa ke boti debat, pra që po thunë s'kom jetë? Unë e po ta tregoj që Që ku e keni njerën, që ku e keni njerën, hajde. Pse nuk vjen ti? Hajde. Pse nuk bashkohesh me ne? Bashkëbisedosh. Vetëm vërtet, Fjolla. O sulla, o vlla, ku du ulla, kur du ulla, kur du shona. Fjolla, pse kur të ftojmë nuk vjen, nuk bashkohesh. Qa, 2 herë unë ke thirë, 1 herë 2. Po, dje 2 herë. 1 herë. 2 herë dje. 2 herë, kur kjellon? 1 herë. Gjithmonë një larguar. Ej, këto fore që t'ja të dërkojnë a shpirt, jo mu. Jo, unë ta them për ty pse nuk afrohesh. Që hani jo me zveti plazma keksat, unë e jo vish për veti plazmat. A ke një argument më kap me mu? Kur t'jeni njerëz tamam, kur t'boni realista dhe drejt, kur t'boni realista dhe drejt dhe bëni debatet mira, unë e kom u kyç me juve. Fjolla, ti ke 3 javë, po çfarë bashkëbisedimi kena bërë të dyja tamam? Tina më mësu, me arë basteje. Jo, mbas, se unë s'to me Pastaj Fjolla, ai e njëri mbas kërkojna. Fjolla, ti je shqena ardh. Jo, s'jom kontravers, unë pe ka zëj realitetin. Fjolla, ti je shpisë dhe nuk ka nevoj pa tjetër ne do të thrasim, po ti nuk përfshihesh. Je antisociale. Jo, nuk jam antisociale, po jeni... Unë të shoh antisociale. Jeni të bo lojat lëfta. Jo. Po pasha familja. Bisedime për fenomenet shoqërore. Po, të lëfta jeni, të lëfta.
edhe të lotha dhe u kry. Ti Fjolla je antisociale, shof. Nuk përfshihesh. Ja, nuk jam ashtu. Nuk jam komunikative me çdo njeri dhe çdo Pse nuk po e tregon këtu? O njeri, nuk e ngriti zonin, po foli me të madhe, o burri dhe merr vesh më rëtia që ai e. Po është egërsi. Ti më shku shkollë pra, edhe me gjithë nxënësa aty. Vetëm se. Po lej më se si orë me fol për nxënësa as për semas persone. Këtë jam të mësuar, çka? Tash u zhvillu mësimet, janë zhvillu krejt. Çka po do me pa me këtë? Tani Fjolla, sipas teje kjo është debat? S'ka problem, po jo sipas teje kjo është debat? Jo, po tash pikërisht. Fjolla, një pyetje, sipas teje kjo ishte debat? Urdhma? Sipas teje kjo ishte debat? Absolut. E po pse e bën? Që si debati si jo? E po pse e bën? Po ti e bëre. Pse e bën Fjolla këtë logjisti? Bëni debate me zveti jo. Po ti pse nuk përfshihesh me shpinë? Me zveti bëni. Ti nuk po përfshihesh me shpinë. Unë me zveti nuk bona kështu. Je bërë antisocial edhe vetëm na shana ofendon. Unë s'di kështu. Kështu? E ç'është din ti? E kështu. A pse po s'po thoj për qeverinë? Fjolla, ti shtëpi e bërë antisocial se ti nuk përfshihesh në bashkëbisedime. Ose, nuk ka nevojë unë jam bashkë për veti, për jetën tam, për personal, për jetën teme, ku nuk përfshihesh. Çka folio në këto e foli të vërtetën dhe realitetin. Jo, unë mendoj që Fjolla ka ndonjë frustrim nga jashtë dhe këtu nuk është rahat të rije me ne. Ku është më re? Bashkë unë jam rahat. Bashkë unë jam shumë kështu komod. Unë jam njeri komod. Nuk ka ma e drejtë dhe ma e mirë. Une, nuk është e vërtetë. Ne edhe kur të ftojmë nuk vjen. Vllai i madh, apo nin çapo thojnë. Apo ndoshta nuk ke dëshirë të rish me ne. Secili duhet të marrë në spital. Fjolla, nuk ke dëshirë të rish me ne. Ndoshta. Mos me pas dosh me ne, tu s'kisha ne që të rjom. Me neve që nuk na vjen kur të ftojmë. Une, me pas kohë nuk isha ardhë me nej. E disa duhet të dëgjoj opinionin tënë për biseda që kemi. Une jetoj jetën, ta mënë, si njere, si në zënë. Jeta që ti une zvuj për asë një sanë botë, oj shqik. Opinionin tënë si njëri opinioni jam është, une nuk vuj. Edhe me eksperiencë. Une e furt jam për veti. Për veti jam e furt. Për veti jam e fort. Për veti jam e fort. Për jetën teme. Për jetën teme. Unë si vajzë më re, kam dëshirë të dëgjoj opinionin tënë që ke më shumë eksperiencë. Janë momenti dhe unë të ftoj, ti nuk bashkohesh në bashkëbisedim të temave të ndryshme që ne i bëjmë këtu. Po që mu bashkuone me ty në tema me ljabin që a bën ti tema për senet përditshme që foljet përditshme atje. Kejti din. Hajde shumica e seneve. O ti shqiptar, ti mus mënesh me mujt në qka dush. Në qka dush ti me mua, unë të klasirati. Klasirati ty, ty e ty. Heq mo. Pse se dëgjon pak. Ti ta me tërgu historia, të bukra. Fjolla, po ti s'po vjen. O ti, mirë në me njani tjetër një, hajte. O Fjolla, une personalisht të thash, si femër më e re që jam, Alba Pollozhani, si femër më e re që jam, më intereson të dëgjoj opinionin tënë në tema të ndryshme që flasim. Dhe une, ka 3 javë në Big Brother, që nuk e kam dëgjuar, të kemi ftuar dhe s'ke ardhë. Os ma keni jep të kemi ftuar dhe s'ke ardhë. Sinceritetin. Që kjo është njerëzit që ma jepin dashurin dhe sinceritetin, unë e foli tema jetës tem e krejt. Je tregu shumë mos vlerësuse ndaj meje. Jeni të bo loja pa lidhje me zveti. Jeni të bo loja pa lidhje me zveti. Logjika, Alba, logjikën e ki. Shumë teori. Në rast se unë kam logjikën ullët, Fjolla. Fjolla, ama më dëgjoj tani pse ikën? Pse ikën? Aje burnesh, pse ikën? Aje burnesh, pse ikën? Aje burnesh, pse ikën? Asi debat s'ke bëdërisot. Asi debat s'ke bëdërisot. Aje burnesh, pse ikën? Pse ikën nga Alba? Pse ikën nga Alba? Pse ikën nga Alba? Po pse ikën? Po cilë është debati jo t'i mirë? Cili debati është me edukat? Jo, shive qarta Fjolla, që ne kemi mendje në bosh, edhe ne nuk kemi intelekt shumë. Ti që ke, pse nuk po na jep opinionet e tuja për biseda që ne bëjmë? Dua të dëgjoj opinionin tëmë. Shkurte shqip të kalzova. Shkurte shqip të kalzova, nuk di që është me ta spjegu, ty vish me ta vizatua, vla. Mi a vizatua, qa o popullat. Mi a vizatu këtë në veç, qa o puna nuk e di. Se këta s'po morin vesh. Kalzon jo, që këto sene na i dina krejt jashtë. Kejt i dina, se kejt jena detum, edhe jena inteligenta, edhe jena njerëz ta mon shqiptarët. Po une që s'jam, une si Alba që s'jam,
Se qifti këtina me më thonë men, e qifti Jo, këtojna. me marrë men nga ty. O jep shpirt, o shoqet, bukuroshe. Me marrë men nga ty. Jep shpirt, jepi jetës tonë, jepi frym, oj, qik. Po hajde më trego opinionet tuja në lidhje me temat e ndryshme që të mësoj. Po s'ma ke jep, oj, qik, s'ma ke jep. Të kaptuar dhe s'ka. Po qëfar tu mi bërë sinceritetin. Haj, unë s'jam kështu, ate. Qa menën te, hajde kështu. Unë s'jam kështu, hajde ku shem une. Ku të kam bënjër? Unë jam njëre, Fjolla, Morina, zamrën e kom të move. Shumë bukur. Zamrën e kom të move. Shumë. Duanesh jam. Dëgjo kënena. Edhe pse kur të flas ikën, qarë duaneshe jetë? O, nuk iki unë, oj. Ti ikën, ti e të kurizin. Të sa ne i bëni jo kështu. Jo, ti e bërë. Kështu, të majtë të djallë ti kene. Ti ikën, ne po të vim brapa. Oj, qiko. Apo ke qef që do të përndjekin. Dëgjo kënina. Apo ke qef që do të përkëdhenin. Unë nuk kam nevojën e me përkëdhen. Oj, qik, se ti kësi kërkushi me përkëdhen muë. Gja je, kush jetë me përkëdhen të muë. Ama, ne kur të ftojmë ti nuk vjen. Unë do të dëgjoj opinionin tonë në bashkë bisedimet tona. Po ti së shë kërkajesh. Po fjale klikerash. Po nga që s'jam klikerash, të ftoj, të bashkë bisedojmë. Qa është Shqip, nuk është? Ja, Fjolla ikën, era 4 të shikën. Fjolla e kap tensionin dhe se përballon do bisedimin. O Fjolla, pashat zot, pse ikën? Ja ra, se pe këshyri vetën. Po shumë e bukur jetë. Fjolla, pashat zot, e disa të vlerësojmë. Kur boshin sanë, njeri Jo, drejt. e disa të vlerësojmë pashat zot. Nuk e dia beso, po pse ikën? Do parfem, lem një ratë. Po pse ikën? Po pse ikën tani? Ne po t'japim vlerësim, neve që po t'vim po flasim me ty. Fjolla, do më dëgjosh një fjalë tamam. Nuk e dia beso, po unë me Labin jemi që të vlerësojmë mas shumë ti se po t'vim edhe po bashkëbisedojmë edhe duhet të sharojmë me ty. Kur t'i bëni insona, jo që atër bëj debate me ju bëtë furta. Që atër une bëj debate, jo këtë të të Fjolla, në rrasë se je luanesh, nuk largohesh. Ajde, o, sa, ajde. Hajde. Fjolla, më ke shgënjyre për luaneshën në thoriza që je. Po. Po, na paloj, valoj. Pse ti mendon që ajo është e palume? E po, atër pse thua? Kurse mendon as ti? Qa bot? Hëtë zamër të shju djelen. Qa bone te? Opinionin asaj si femër e forë që është. Sënë banë debata me ta. Qa të me të se bërtet o zërë me bërtet o zërë? Po, që e problem. 5 minuta i ka. Gjithmonë kam bërtit. 5 minuta? Edhe vetëm flet me bërtitura. Fjollën, pashat zot, unë palesa ere kam ftu. Hajde Fjolla. Dua ta dëgjoj opinionin e Fjollës në tema që ne bëjmë. Sa ju thot vazhdimisht, jam femër e fort, kam përballu shumë njetë, di shumë nga jeta, dhe unë dua të dëgjoj nga njerëzit që ka shumë eksperiencë nga unë. Kontradikt me vetëm. Unë eftoj nuk vjen, Labi eftoj nuk vjen, është regu antisociale, këtu pak të mbrënda. Jo, unë nuk jam të regu, se unë kam marrë pjesë edhe në bisedime emocionale, edhe në debate, edhe në agravime, edhe në çdo gjë, nga dita e parë deri më sot. Me Fjollën nuk kemi çat bisedojmë. Kur e ftojmë nuk vjen, kur hyn debate thot jam femër e fortë dhe nuk merrem me bisedimet e juja, Fjolla me pak fjalë po na ofendon gjithëve me bisedat që ne i kemi këtu në shtëpi. Mushtru? Jo, me një akull. Akull ishte për mu të jacuzzi. Jam as pro. E ku është akulli? Të jacuzzi. Kretë akull është. Allah qa e sani. E thënë akullin edhe hin. Po, edhe unë dua. Unë e thyva që parë. Ja, mos e thënë. Te ki thy akullin qatë moment se më ke njëftu mu. Sa ja bën qefin vetës, sa ja bën qefin vetës. Ki dolë për vetë vetës. Fare. I të reguar fort edhe ki pos gudzimin më mu afru. Ajo me thy akullin. Fare. Edhe njërë. Alo. Fjolla, ju të regu luanesh e dopt. O, vallaj, as te për Ti vetëm thua që je femër e fortë dhe asi gjë nuk na ke dhënë shpi nga femra e fortë që ti je. Ti bën kësi skena, se unë zbëj Tu mbrënda je të regu luanesh e dopt. Sepse ti thua që je femër e fortë dhe di nga jeta dhe asnjë opinion nuk na ke dhënë nga jeta jonë. Nga jeta jote. U vesh bukur, sant. Nuk kam mësu asnjë mësim nga ty përveç se të mbërtiturave dhe fjalëve boshe.
Asgjë. Pse ki nevoj me të mësuna? Po pa tjetër. Jam vajzëre, duat mësoj nga ty, nga eksperienca jote, nga burnesha e forës të tije. Po ka marrë me mësu, se këtu ndërtojmë raporte. Birë, pse pitu birë? Pse pitu birë? Dush me ditën. Pse pitu Jo vetë mësuone. Po qëfar edukata është me të në birë? Jo vetë mësuone. A qëfar edukata është me të në birë? Unë dua të mësoj. Ajde. O, zot, gruja 40 vjeqare me të në birë. Thej aklin. O, a të shka është birë? Aklin theje. Birë. Po mirë, me vërtet llogaritëm si vajza asaj, shkaku i moshës. O, të në birë, në thuet. Se është fjallë e rëndë? Birë? Po, si së është në fjallë e rëndë? Ja, marë fjallë e rëndë është e Po edhe po të le tjetë punë e madhe, ka për vetën e vetë, nuk është se ndikon të unë. Olla,